thot kështu. Përshëndetje Dita, jam një djalë, unë s'pa përmendje emrin kush është ky djalë, prej qytetit Ferizajt, edhe thot jam 25 vjet. Tu kisha lut me bo një tim për ne, që nuk muj me fol mirë edhe belbzojmë, sa mos me pas para gjykime, besoj që ka shumë si unë, që belbzojmë. Mos me na para gjyku, se edhe na kena qef më u ko normal, po për fat keq, Zoti ka dashtat që mos me fol normal. Tu kisha lut me bo këtë thirrje për gjithë ata që na ndëgjojnë. Jam i rregull dëgjuesi i radarit, po nuk kam thirr kur për këtë arsye, se nuk munde me fol që duhet. Ju përshëndes respekte. Djali nga Ferizaj unë të përqafi shumë, edhe faleminderit për këtë mesazh që ki vendos ose këtë thirrje me bo në radar. Po besoj ata që na ndëgjojnë e kam parasysh kur komunikojnë me një person që ka pengesa në të folur, nuk ka kur gjë heq ma pak se sa na, përkundrazi mundet me pas më shumë. Dhe te pjesa tjetër e komunikimit, bëni shumë kujdes kur takoni njerëz që kanë probleme, për shembull, se di a e keni mendu ndonjëherë kur jeni përballë një personi që ka të lashe me njërin sy dhe tjetrin e ka në rregull. A dini ku duhet të shikoni që mos ta bëni me undi keq? Për shembull, çu veproni kur shihni një person që ka të lashe me shikimin. Ne atëherë më duket prej Zamira Hysenit profesoreshës, në format e komunikimit kemi pas shumë profesor, Ibrahim Berisha që doli dje në pension, që fatkeqësisht gjeneratat e reja nuk do të kem profesor në gazetari si Ibrahim Berisha. Profesor të tjerë si Raman Pacharizi, neve na mësuan që në format e komunikimit, në rastet kur jemi me persona që kanë problem me shikimin, ju në gjithmonë duhet ta shikoni te syri ku she drejt. Në rast të se ju shihni të syri tjetër, keni me bo atë person me undi shumë siklet. Kështu bëni kujdes kur i dilni përballë. Kam ju kujtu fjala ime kur përballeni me persona që kanë këto të lashëm. Mu më ka ra shumë shpesh, atëherë kur e pa ta mësu, mu pa duk pak e çuditshme. Po tani gjatë jetës pa ta shumë shpesh takime me persona që kanë probleme me sy dhe e di që ku duhet pa, se për ndryshe bëj me undi keq. Kështu merreni si informacion dhe mbajeni kur t'ju bje rasti me u taku. Aq ma pak si puna e djalit nga Ferizaj që ka bo kërkes me marrë krejt normale një person që belbzon. Bile në bot ka shumë persona që kanë pengesa në të folur dhe janë shumë smart. Bota i konsideron, e kanë bot testet inteligencës dhe janë shumë smart. Të mos e bëni veten me kesh tani ata me ju. Ky është mesazhi që i premtova se do ta përcjellin radar edhe djalit 25 vjeçar nga Ferizaj, që unë pavarësisht pengesave që ka në të folur e mirëpres me telefonata, edhe ai më dhon shembullin e një trajtimi ose një qasje normale nëpërmjet këtij programi.